ovin dhe janë bërë aq shumë, dhe në qoftë se vije një përfundim dhe një anketë se 93% të shqiptarëve kryeministrin s'dojnë me apa sytë, dhe me thanë, nuk e duan, dhe aj kryeministër shoqërohet, kuptohet nga partneri shqiptar në atë qeveri, atëre duhet me mendu këtë punë. Duhet ma mirë me e hap konfliktin brenda në qeveri, pra brenda në parlament, në koalicion, dhe ai konflikt le tjetë edhe me rënje tavolinës, ndoshta me qërtime, ndoshta brenda dhe me ofendime, sepse nëse nuk bëhet ajo brenda në qeveri, atë shumë normal është se krejt ajo pastaj implikon marrëdhënie ndërjetnike tensionuara, situata kështu që po i përmendim edhe sonte. Para se të bëjmë pauzën për reklama dhe zoti Vladimir. Ќе се навратам малце на говорот на господин Меджити. Сметате ли, господин Меджити, дека пазарењето помеѓу владеачките партии за поместување на споменици на албанците и на македонците на плоштадот, дека ќе ги подобри меѓуетничките односи? Тоа е само политички бизнис пазар. Тоа не е правец кон подобрување на меѓуетничките односи. Што станува постфестум реакција? После реакциите на... Дайте имате од македонски херои така натаму толку и толку ќе ставаме на едно ќоже и од според моје мислење, тоа е само политички бизнис пазар помеѓу владеачките коалициони партнери. Подобрувањето на меѓуетничките односи треба да се покаже со одредени акции, преземање на одредени акции, она што го напомнав и претходно, со казнување на виновниците кои пробуваат да ги предизвикаат тие меѓуетнички односи, да ги влошат меѓуетничките односи. Јас не сум за тоа да некого обесиме на плоштадот и со тоа ќе им покажеме на граѓаните дека ние сме ги решиле меѓуетничките односи, Владо погрешил и Владо ќе го казниме. Но имавме низа случаеви каде што да речеме големи групи на граѓани и од едната етничка заедница и од другата етничка заедница беа инволвирани, ние немаме јавно казнети до сега. Или пак ќе си дозволиме да сето тоа, а после известно време го наречиме политички монтиран процес. Не се тоа политички монтирани процеси. Или тие протести, нереди во нерези, на плоштадот, дивењето и така натаму, што ја знам, беа поттикнати од некои политички партии, па се случи сето тоа, или пак политичките партии, односно сегашната владеачка гарнитура, треба да преземе многу ригорозни санкции за таквите прекршители да ги казни. Јас не зборувам дека сега само во ваше време се влошени меѓуетничките односи. Меѓуетничките односи се влошени една подолги години и тоа си се провлекуваат, но поголем проблем е што ниедна власт не презема поригорозни мерки да тоа го спусти на земја, да се смири и да почнеме да живееме онака како што сме живееле, апсолутно. Vetëm për sqarim për opinionin, Bashkimi Demokratik për Integrim është në gjysën e këtij mandati. Shumë nga këto projekte kanë qenë filluara domethënë më herët. Me siguri ju nuk pritni që Bashkimi Demokratik me ardhin në qeveri ta merr bulldozerin ta prish muzeun e Vomëros që kam rrinë kulm. Po Bashkimi Demokratik për Integrim, kur veç kjo është kanalizuar më herët, kërkon që nëse do ketë muze, ketë një kat edhe për kulturën shqiptare, dhe të ketë edhe për identitetin shqiptar, të shqiptarëve të Maqedonisë. Bashkimi Demokratik për Integrim, kur veç më është vendosur që t'jetë Leka, t'jetë Goce Delçevi, Nikola Karevi, nuk mund tash merr edhe rënon ato me buldozer. Kërkon, jo me një qosh, kërkon në sheshin Makedonia të vendosen edhe figura nga historia shqiptare, Nexhat Agolin, Josip Bagerin dhe tjerë. Dhe nuk do ndalemi këtu. Sa i përket dënimeve, edhe dënime ka. Enciklopedia nuk u fillu kur ne ishmi pjesë e qeverisë. Të tjerat ishin pjesë e qeverisë, ajo enciklopedi me redaktor kryesor Vllazheri Stevskin. Ne, kur ajo promovu, ne thamë kjo enciklopedi duhet të hiqet për përdorimit dhe të formohet redaksi e re e cila do ketë njerëz që reflektojnë kulturën multietnike në Maqedoni. Do ketë edhe shqiptar brenda, siç janë Ramiz Abdili dhe rektori i Universitetit Shturit,
që dhe përpilon një enciklopedi që dhe paraqet realitetin maqërni. Vllazhi Ristevski edhe pse shumë i sigurt u dënu. Ai paraqiti se nuk mund ta ndron askush. Ngjarjet vlerësohen kur ndodhin. E shoh se shumë po e përdorni kur janë nisur, si janë nisur ashtu. Atëherë kur ndodhin, atëherë vlerësohen. Dhe aty duhet ashtu. Unë dje rastësisht e hapa faqen e kulturës, Ministrisë Kulturës. Dhe thash ta kërkoj përveç tjerave dhe muzeun që komuna e Çajirit ku je dhe kryetar. Nuk e ke dhe vlla. Nuk e ke. Muzeu nuk e ke. Aty lexova Buteli, bashkë me shohim funksionon. Jo, nuk e ke. A di sa është Ministrinë e Kulturës ku janë me qindra muze aty shkruar Nuk e kemi thonë që e kemi zyrtarizuar nivel republikan. Po pse? Po kemi themelu muze të ushtrisë lirimtare kombëtare në Shkup. Pse nuk zyrtarizohet? Nuk pranon partneri, nuk pranon kryeministri. Thuje. Ato do pranonin vetëm folklor se kur jesh folklori politik e ka vendin e vet. Ama në institucion, në qeveri, fjalori ndryshon. Fjalori është krejt tjetër politik. Unë po ta them për të mirë, sepse edhe nga përvoja ime politike, kam edhe unë dobësitë e mia. Edhe partisë që i kam taku edhe po pranojeni dobësi, po pse se e pranove, po ti pranojeni dobësi. Shumë kontribut ke personalisht që kemi ardhur këtë situatë, se dulet për koalicionit me BD-n, Shkut, vetëm për Koltuçe me Vëmaron. Po edhe ma keq. E shkatruat koalicionin për mi dhon legitimitet Gruevskit. Jo, s'është vërtet që kam shkatruar. Ju e shkatruat. Me Abduladin Shkut të menduaj. S'është vërtet. Tash mos imputoje Tash majrim. nëse pranojmë gabimet, janë njerëzor që pranojmë gabimet. Po ti sonte s'do me pranu asnjë gabim. Po unë thamë që nuk është i regjistruar nivel republikan. Po, ma çdo herë. E kemi bërë si komunë. Çdo herë me bombarduti popullatën, muze, Po deri dje s'kemi mund të hapim një paralele fakultetet pedagogjik. Dje ka qenë edhe ma keq. Sot bëjmë muze të UÇK-s midis Shkupit. Nuk mune me i deri dje, sot, a tha parës, mbas 2000. Nëse bëjmë krahasime, Mi marrëveshje korni historik, gjithë shkat në shkrume prej faktorit ndërkombëtar. Por në institucione duhet tregohet pak ajo forca politike dhe partneriteti politik. Enciklopedin. Po enciklopedia është lexu si një bestseller tash, më shumë se sa më shumë тиште qenë ashtu si интересно дебата пуштивме малку да се одвива, бидејќи така спонтано не донесе до една од поентите дека сепак е таа политиката што води многу ора кои што се играат моментално на политичката сцена, но за нив по конкретно по кратката пауза за реклами, останете со нас.